që ne do ta trajtonim po e qartë, ka qenë ka hyrë në spak minuta më parë Noka dhe do të rikthehej më pas edhe dëshmisë, sepse është një dëshmi e rëndësishme e zotit Ndoj, megjithatë të marrim gjithsesi e ndjekim pak momente zoti Noka. Kthehemi sërish së bashku. Po, faleminderit Zoti Noka, a mund të na thoni pse ishit në prokurorinë e posaçme, se ka shumë aludime për lobimin, për pasurinë tuaj etj me radhë? Klod, unë isha i thirrur nga skapi për çështjen e denoncimeve që kemi bërë në fushat elektorale. Dhe task forca, e cila u ngrit për të hetuar krimin elektoral, na rezulton që vdiq pa u ngritur akoma. Deri tani, krimi elektoral që na u premtua se në janar të 2025-ës do të fillonte ndëshkimin ndaj tij, sot është duke i bërë kashillik edhe godinës së skapit, është sot krimi elektoral i institucionalizuar më shumë se kurrë, dhe sot krimi elektoral është ai që ka vendos fatin e votës së shqiptarëve. A mund ta thoni zoti Noka konkretisht për cilin nga kallëzimet ishit ju në spak, pra kë keni kallëzuar konkretisht dhe për cilat fakte penale sipas jush? Klod, janë 10 raste kallëzimesh dhe referimesh që Partia Demokratike dhe opozita ka paraqitur tek skapi i partisë, duke nisur që nga Durrësi, që nga Vora, që nga Elbasani, që nga Shkodra, Fieri, Vlora dhe gjithë Shqipëria. Ju përgjigjet konkretisht për cilin kallëzim ishit, zoti Noka? Ne nuk kemi organ hetimor. Organi hetimor presupozohet të ishte ky që është mrapa. Po s'na thatë konkretisht, zoti Noka, ju keni patur një përplasje në Vorë me një nga eksponentët kryesor të botës krimit, Albert Gjabafti. Mund ta shpjegoni pra se këtu konsiston pyetja ime, për cilin kallëzim konkret ishit? Isha për një sër kallëzimesh. Po në lidhje me çështjen e lobimit me një zoti Noka. Po jo përsëris. Konstatova që dhe po jo them që task forca elektorale për krimin zgjedhor kishte vdekur atë ditë që ishte krijuar. Zoti Noka, prokuroria e posaçme ju ka dërguar të pak